përgjigjesh nonës dhe babës. Po përse keni me thonën, a kanë argument ato? Po vëllezër të dashur. E dini rastin e Xhurejxhit. I cili ishte një njeri i cili adhuronte Allahun dhe i zhveçu për njerëzve, e kishte drejt një kasollë, një shtëpi nalt diku në Kodër, adhuroi ke vetëm Allahun subhanahu wa taala, amo hiç nuk u përzike me njerëz, as nuk dilke vetë shatinik. E një ditë për ditëve shkoi nona vet, po i mshon derës, po e thirr, o Xhurejx, Xhurejxhi namaz, edhe me vetveten thoi ka ti përgjigjna nonës, atë vazhdoj namazin. E matematikën e vetë që shpesh herë neve matematikët nuk dina mi bo si që na mëson Allahu, po si që na konët neve dhe si që kemi interes me pa dituri dhe pa ilm, tha namazi ka ma shumë përparësi se nona dhe baba. Ma shumë përparësi se nona. Vazhdoj namaz. Thirit 2 herë nona, thirit 3 herë nona, ki vazhdoj në namaz. Edhe nona u i dhnu, u nërvëzu me Xhurejxhin. Edhe i tha Xhurejxhit, e boni një doa, tha Allahu mos ta mort shpirtin. Allahu tha mos ta mort shpirtin pe po ftyrën e një lavire. Ja pranoj Allahu doa. Qati për qatin babës, për këtë të kemi kujdes, raport non, raport bab, këtu do të me pas një stop të madh. Koqit, ngrije ruçnën, nalu, kujdes, se një doa me bo, nuk ka perde. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Për këtë doja nonës dhe babës pranohet, qoftë për të mirë dhe qoftë për keq. Kalun ditë dhe në katon ndodhe një zina dhe lindi një gruje, edhe kur i tha njerëzit i kujtan ki fëmia, ajo për me mblu marrën e vetë, për me mblu turpin e vetë, tha është ki fëmia është i Xhurejxhit. Dhe u nërvëzu njerëzit se e njefshin Xhurejxhin si njeri i Zotit, njeri i Allahut, njeri i ibadetit, njeri i namazit, njeri i drejtës, njeri i të mirës. U nërvëzun dhe shkun duke mos dita zgjon Xhurejxhi. Shkun dhe ja prishën kasollën e nxerën për jashta, edhe Xhurejxhi hiç kur gjon s'po de. Edhe po e vejtësin e morën atë gruin, thanë, a qikith, apo që qiki është. Fillun me gurzue. Edhe u çudit Xhurejxhi, tha, shka puna, s'jam të e morë vesh se shka keni. Shka është problemi? Tha, ti ki bo zina, a moralitet me këtë gruje. E shkoj Xhurejxhi te fëmia, tha, bab, kanë e ki bab? Fëmia në lirek, sa kish lind foli, tha, filonin e ka. Mirë po Xhurejxhit, kur ja prishën ata, kur fillun me i gurzue, kur e poftirën e asajna, ju kujtu doja nonës, çka e patnit, pi mas derës, pi përja shtëpisë, ku tha që Allahu mos ta mor shpirtin pa e poftirën e një lavirës.